Ura Mesit në Shkodër mbetet një nga atraksionet kryesore edhe për këtë sezon veror, duke tërhequr vëmendjen e turistëve vendase të huaj. Kjo urë monument i shekullit të 18 po përjeton një tjetër sezon të suksesshëm turistik. For 1 week. Kemi një javë që kemi ardhur në Shqipëri. Jemi nga Franca. Ura e Mesit është shumë e bukur, por na pëlqen shumë. Unë jam nga Franca. Vi për herë të parë në Shqipëri. Qyteti i Shkodrës është shumë i bukur, megjithëse i vogël na pëlqen shumë. Ura e Mesit ka një arkitekturë të veçantë dhe natyra është e veçantë. Por për te vlerave të jashtëzakonshme si monument kulture, këtë vit vizitorët po gjejnë aty një tjetër mënyrë për t'u argëtuar. Ujërat e pastër të lumit Kirë që rrjedhin poshtë harçeve të gurta janë kthyer në një plazh alternativ për të gjithë ata që duan të shpëtojnë temperaturave të larta të verës. Vizitorët nuk mjafton vetëm me fotografitë mbi arkitekturën unike prej guri, ata kanë zbuluar se poshtë këtyre harçeve lumi Kirë ofron një nga plazhet më të veçanta dhe më të freskëta të zonës. Ne jemi nga Gjermania. Jemi prej disa ditësh në Shkodër. Zgjodhëm të vizitonim këtë zonë pasi morëm informacione nga rrjetet sociale. Erdhëm me biçikleta deri këtu. Është me të vërtet shumë bukur. Uji është i pastër dhe i freskët, po e kalojmë shumë mirë. Some people from this place and Uji është perfekt, nuk është i ftohtë. Në pranverë mund të jetë i ftohtë, por tani është shumë i mirë dhe i pastër. Gjithashtu edhe kjo urë është shumë e veçantë. Na pëlqen shumë. great, yeah. Me rritjen e numrit të vizitorëve, Ura Mesit po dëshmon se turizmi në Shkodër po bëhet edhe më i larmishëm, çdo ditë më shumë, duke u kthyer në një pikë takimi ku historia, trashëgimia kulturore dhe aventura verore bëhen bashkë.